Qeveria shqiptare dhe Ministria e Bujqësisë kanë deklaruar që për vitin 2026 buxheti për bujqësinë, pra në totalin e vet ka arritur një shifër rekord për 119 milion eurosh për këtë vit që jemi. A mjaftojnë parat, vetëm parat, apo duhet edhe diçka tjetër ndryshe? I mean, life is that it's difficult to do it without money. Në jetë është e vështirë të përgjigjet pa parat. Dhe patjetër që buxheti i cili në këtë rast është duke u ofruar është një bazë shumë e mirë. Megjithatë, mendoj që ajo që është më shumë e rëndësishme është si shfrytëzohen këto parat. Si ka për të ofruar në mënyrë mbështetje. Po ashtu, një tjetër çështje e rëndësishme që kam përmendur edhe më parë, fermerët duhet të kenë njohuri. Fermerët në këtë rast duhet të kenë teknologji. Pra, nuk ka të bëjë vetëm me parat, por në fund të ditës është e rëndësishme që të shpenzohen dhe të shfrytëzohen parat, sidomos në këtë fusha, në inovacion. Pra, nëse ti do të kesh produkte të veçanta, ti duhet të kesh inovacionin pjesë tëndën, në mënyrë që të sjellësh shkencën dhe teknologjinë tek fermerët. Pra, çështja nuk është vetëm tek parat dhe të pasurit më shumë para në buxhetin e bujqësisë, në mënyrë që të rritet dhe të përmirësohet sektori i bujqësisë. Pra, nëse ne do të vendosim subvencionet, të cilat janë duke prodhuar një produkt, ku nuk do të ketë më treg, kjo nuk ka për të sjellë një përfitim dhe do të jetë një problematik me shpenzimin. Nga pikpamja e FAO-s, ne jemi të kujdesshëm për pjesën e subvencioneve, siç thash edhe më parë, pjesa e subvencioneve në bujqësi, pjesa e subvencioneve në orientimin e të ardhmes, pjesa e subvencioneve në edukim, pjesa e subvencioneve në edukim dhe në njohuri janë të rëndësishme, por kur bëhet fjala për subvencione për disa të mirat e caktuara, për disa produkte të caktuara, për elementet e cilat mund të sjellin çekuilibër në treg, duhet të ketë kujdes.